Qysh me forcu imunitetin? Imuniteti perfekt është dëshira e gjithë secilit, sepse një imunitet i mirë nuk kupton një jetë e mirë. Imuniteti është një strukturë komplekse e secilit organizëm, i cili punon në mënyrë të pandalshme çdo ditë, çdo orë, çdo sekond, që një individ ta kalojë jetën i shëndetshëm. Imuniteti është diçka që sfidohet çdo sekond. Imuniteti mund të ushqehet, apo ne mund të kontribuojmë në imunitetin tonë në mënyra të ndryshme. Fillojmë me të parën, e cila nuk përmendet shpesh, por është e rëndësishme më shumë se gjitha të tjerat. Ajo është gjumi, diçka që ne neglizhojmë shumë shpesh. Fjetja vonë, fjetja me oraret e shregulla, fjetja pak, fjetja edhe më shumë sa që duhet. Të gjitha këto ndikojnë në një imunitet të dobët. E dyta është lëvizja. Ne dimë që edhe aktiviteti minimal, siç është ecja apo ndonjë ushtrim fizik që mund ta bëjmë edhe në kushte shtëpiake, është e mjaftueshme që ne t'i japim sistemit tonë imunitar një zhvillim sa më të mirë në mënyrë që të luftojë për ne aty ku duhet. E treta është mendja e qetë. Mendja e qetë është diçka që tashmë në shekullin 21 është një luks. Pra duke u bazuar nga jeta stresuese të cilën secili person mund ta ketë, ne mund të kontribuojmë në mënyrë më të mirë të mundshme, duke filluar pra përmenda gjumi, ecja në natyrë, meditimi, leximi, puna, kontribuojnë jashtëzakonisht shumë që sistemi imunitar të jetë perfekt. Tjetra është ushqimi real. Nëse ne konsumojmë ushqime të rrezikshme për organizmin, siç janë pijet energjike, ushqime me yndyrë, ushqime me sheqer, brumrat e tepërta, të gjitha këto e bën një ngadalësim të sistemit imunitar. Mos harroni, një person obez ka një sistem imunitar shumë më të ngadalshëm se sa një person i cili është aktiv. Tjetra janë lidhjet njerëzore, diçka që ne shumë shpesh e neglizhojmë. Lidhjet njerëzore janë të rëndësishme sepse ne si njerëz jemi të prirur të kemi kontakte të përditshme me individ, me familjar, me miq, sepse ajo që na bën neve të lumtur ndikon drejt për drejt edhe në sistemin tonë imunitar. Pra ju nëse i përfillni të gjitha këto, përveç marrjes së suplementeve, pra që është vitamina C, omega 3, vitamina D, të gjitha këto në mënyrë indirekte ndihmojnë dhe kur bashkohen me këto të cilat unë i përmenda, atëherë patjetër sistemi imunitar do të jetë jashtëzakonisht i mirë.